jemi rikthyer, kemi kaluar në kaptinën tjetër. Fillimisht anoncuam se në kaptinën e dytë do të kemi një lloj mini dokumentari për ngjarjet e vitit 1981 dhe reflektimin e tyre deri në ditët e sotme. E ndjekim bashkë. Pranvera e vitit 1981 erdhi mbi Kosovë me një qetësi të rreme. Nën sipërfaqen e përditshmërisë, në korridoret e konvikteve dhe në sallat e ligjëratave, në zemrat e studentëve dhe qytetarëve të thjeshtë, po rritej një ndjenje fortë, një ndjenjë padrejtësie që nuk mund të mbahej më brenda. Në oborret e Universitetit të Prishtinës, aty ku librat dhe dijet duhej të ndërtonin të ardhmen, të rinjet filluan të ndjejnë se e ardhmja e tyre po mbytej në heshtje. Fillimisht zëri ishte i qetë, kërkesa të thjeshta për kushte më të mira jetese, për dinitet studentor, por shumë shpejt ai zë u kthye në një thirrje që përhapej si e hon në çdo rrugë të Kosovës. Mars 1981, hapat e parë të protestës u dëgjuan në rrugët e Prishtinës. Pastaj si një valë që nuk mund të ndalej më, turma filloi të rritej. Student, punëtor, qytetar të zakonshëm, të gjithë të bashkuar nga një ndjenje përbashkët, dëshirën për barazi dhe për një vend që të trajtonte popullin e vet me drejtësi. Në ajër u ngritën parullat, zërat u bashkuan në një thirrje që do të mbetej në histori. Kosova Republik. Rrugët u mbushën me njerëz, flamuj, pankarta, fytyra të reja, plot guxim dhe shpresë. Ishte një moment kur një brez i tërë vendosi të mos heshte më. Një moment kur frika dhe shpresa ecën krah për krah. Por historia rrallëherë është e mëshirshme me ata që kërkojnë ndryshim. Përballë turmave dolën forcat e shtetit, sirena, polic, tanke dhe urdhra të prerë. Rrugët që pak më parë jehonin nga zërat e studentëve u mbushën me tension dhe përplasje. Demonstratat u shtypen me forcë e me gjak. Shumë u plagosën, shumë u arrestuan. Qindra familje përjetuan dhimbjen e burgjeve dhe ndarjes. Megjithatë, edhe pse protestat u ndalën, diçka shumë e madhe kishte filluar. Sepse pranvera e vitit 1981 nuk ishte vetëm një protestë studentore, ishte një moment zgjimi, një moment kur një popull i tërë kujtoi forcën e zërit të tij. Ajo pranverë mbeti e gdhendur në kujtesën e Kosovës si një dëshmi e guximit të rinisë, e sakrificës dhe e një ëndre që nuk mund të shuhet, sepse disa thirrje, edhe kur heshtën në rrugë, vazhdojnë të jetojnë në histori. Jemi rikthyer në gjithësisht thot shqiptarët e nisin, shqiptarët e prishin. Këtu është edhe fatkeqësia. Në realitet, spektakli ynë ka më tepër karakter argëtues, po gjithmonë ka personazhe të veçanta bashkë në zemrën e tij, në mënyrë që të na shërbejnë njerëzit që kanë vlera, që kanë çfarë për të thënë e për të dhënë në jetën tonë në të gjitha segmentet. Prandaj edhe kemi mysafir të veçantë anë botës. Por dua të them vetëm një gjë, sidomos politikës ditore në Kosovë. Mendoj që përfundimisht duhet të vëdijsoheni, nuk e keni luksin me lujt me fatin e zi, e të mirë të këtij vendi që e keni bërë më të varfrin. Veç Ukraina është më e varfër se ne, edhe Moldavia na ka kaluar. Prandaj mendoj që nuk e keni luksin, ose nëse ju tolerojmë, ju dhe vazhdoni. Kishim rrugtuar nga Prishtina në Tiranë për të bashkëbiseduar me një personazh tepër të veçantë. Çka është infertiliteti? Është gjendja kur një çift nuk arrin të ketë shtatzëni pas rreth 12 muajsh marrëdhënie të rregullta e pambrojtje. Mund të ndodhë si tek gruaja, ashtu edhe tek burri, dhe shpesh është rezultat i disa faktorëve të ndryshëm. Shkaqet më të shpeshta tek gratë janë probleme me ovulimin, bllokimi i tubave fallopian, endometriozis, çrregullime hormonale, mosha avancuar riprodhuese e tjerë.
Shkaqet tek burrat, numri i ulët i spermatozoideve, lëvizshmëria e dobët e spermatozoideve, probleme hormonale, infeksione ose faktor gjenetik. Sot, realisht në botë, 1 në 8 shifte kanë probleme apo përballen me infertilitetin. Por shkenca ka arrit që të bëjë zgjidhje. Steriliteti nuk mund të zgjidhet, po infertiliteti gjithsesi. Kishim rrugtuar nga Prishtina në Tiranë tek një doktoresh e nderuar, e cila ka një përvojë të gjatë, tani më është 70 vjeçare, por ka krijuar një klinik në Rom e një klinik në Tiranë, së shpejti mendohet edhe në Prishtinë, për të biseduar për këtë segment të jetës që quhet infertilitet. Dhe ku çiftet e reja mund të gjejnë derman. E ndjekim. Përshëndetje të gjithëve. Jemi këtu në një moment të jashtëzakonshëm. Siç e dini ju, gjithmonë tham të rrallë, të pritur ka herë. Kur po bisedonim me një doktoresh shumë të nderuar në telefon, e lam që të takohemi në Tiranë, në Tiranën time, që kisha debulesë të rjetën, që doja që një ditë edhe të studioja. Dhe me që ishte edhe doktoresh, sigurisht se debulesa ime i te i kalon të caqet edhe kufit, dhe me dashurin më të madhe kemi udhëtuar për një Tiranë, për të atakuar doktoreshin e nderuar Hysnie Aliko në ordinancën e së cilës jemi, apo të themi në absolutisht nuk mund t'i themi veç ordinancë, doktoresh. Në studio. Në studion e saj, në klinikën e saj, poliklinikën bilim. Ma, klinik më shumë, sepse është komplekse si... Doktoresh, kënaqësi është që jemi bashkë. Faleminderit që na pranove dhe që jemi këtu bashkë. Në spektaklin tim që quhet Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, që në realitet jep atë vullën vendimtare që Odeoni, Oda, është baba dhe nana e teatrit mbar botëror, që nga Pellazgia deri më sot. Do më thonë nga neve e marrën kështu. Dhe është e rëndësishme që do të flasim bashkë për juve, për personalitetin tuaj, personazhin tuaj, një doktoresh shumë e suksesshme, vite të tëra suksese, punë në Shqipërinë mëm, specializim në Shqipërinë mëm, pastaj në Itali, dhe sot vleni për një emër që është shpresa e mira qifteve, edhe femrave grave që pretendojnë të bëhen nëna, sepse godisni aty rrjedhem edhe neve në përgjithësi si shoqëri, na dhem më së tepërmi, domethënë fertiliteti, edhe ata që që kanë probleme, steriliteti e infertiliteti, ju jeni shpëtimi i tyre, shpresa e tyre. Është kënaqësi që po bisedojmë bashkë, po për të gjitha këto do të kalojmë në një moment tjetër të flasim. Fillimisht më intereson, keni shumë vite në mjeksi, sa tu kanë bën mjeksi krejt? Tash, jo vetëm si ginekologe, edhe si doktoresh, edhe si krejt në shëndetësi. Okej, përpara se të flas për veten, duhet t'u falenderoj ju që arritët më vinit në studion time. Unë kam mbaruar në vitin 79 mjekësinë në Shqipëri dhe mbas disa vitesh pune, u largova